Miq të nderuar, ju përshëndesim prap, shpresoj që jeni mirë gjithë. Do të vazhdojmë sot me një video tjetër ku do të shikojmë një mësim tjetër nga Ungjilli sipas Markut. Sot në fakt do të fillojmë një kapitull 3 të Markut, kapitulli 8 edhe do të shikojmë vargjet 1 deri 10. Në këto vargje sot ne do të shohim se si Jezusi bën prap një mrekulli vërtet të madhe ku ai ushqen mbi 4000 veta në mënyrë të mrekullueshme. Le të lexojmë fillimisht këto vargje dhe pastaj do të flasim për to me më shumë detaje. Shiqoni çka thot Marku kapitulli 8 vargjet 1 deri 10. Thot në ato ditë, ndërsa ishte mbledhur përsëri një turmë e madhe dhe duke mos pasur çfarë të hanë, Jezusi thirrri pranë dishepujt e tij dhe u tha: Kam dëmshuri për turmën, sepse u bën tashmë 3 ditë që rrinë me mua dhe nuk kanë çfarë të hanë. Dhe po t'i lëshoj të uritur për në shtëpitë e tyre, do të bjerë të fiket gjatë rrugës, dhe disa prej tyre kanë ardhur nga larg. Dhe dishepujt e tij ju përgjigjen: Nga do të mundet kush për t'i ngopur këta më bukë këtu në shkëti? Dhe ai i pyeste: Sa bukë keni? Dhe ata thanë: 7. Dhe Jezusi udhëzoi turmën për të zënë vend për tokë dhe si mori të 7 bukët, falenderoi dhe i theu, dhe ua jepte dishepujve të tij që t'ia vinin para turmës, dhe ata i vunë para. Kishin edhe pak peshq të vegjël, dhe Jezusi si i bekoi dhe tha që edhe këta të viheshin para turmës, dhe njerëzit hëngrën e ungopën dhe mbartën 7 kosha të pritës të copave. Tani ata ishin rreth 4000 veta dhe ai i lëshoi, dhe menjëherë si hipi në varg me dishepujt e tij, shkoi në rajonet e Dalmanutës. Pra ky është Marku kapitulli 8 vargjet 1 deri 10. Pra si që shihni, këtu kemi prapë një mrekulli të madhe të bërë nga Jezusi. Vargu 1 na thotë se në ato ditë, ndërsa ishte mbledhur përsëri një turmë e madhe. Tashmë tek Ungjilli i Markut vazhdimisht ne e shohim një gjë të tillë, turmat janë vazhdimisht duke shkuar mbas Jezusit edhe në shumë raste ato shkojnë mbas tij këto turmat shkojnë mbas njerëzit, të shkojnë mbas Jezusit për shkak se janë duke përfituar për si ushqim e shërime e gjëra të tilla. Mirë po gjithashtu ata janë duke shkuar për shkak mbas Jezusit për shkak se ai fliste gjëra të rëndësishme. Mësimet e tij ishin vet fjalët e Perëndis. Ai fliste me autoritet dhe kjo i tërheqte njerëzit. Shumë herë në fakt në Ungjil i shohim fjalët ku na thotë se Jezusi ndryshe nga mësuesit e tjerë ai fliste me autoritet edhe kjo si thash i tërheqte njerëzit edhe turma vazhdimisht qëndronte afër tij sepse dëshironte që ta dëgjonte çdo fjalë që delte nga goja e tij. Dhe kjo turmë jo vetëm që shkonte ta dëgjonte Jezusin për pak kohë dhe kthehej prapë në shtëpi, por qëndronte me Jezusin me ditë të tëra, siç na thot vargu 2, këta njerëz këtu kishin qëndruar me Jezusin për 3 ditë. As nuk shkonin në shtëpi për të fjetur, as nuk shkonin në shtëpi në mbrëmje për darkë, për gjëra të tilla. Ata thjesht qëndronin me Jezusin. Edhe si rezultat, për shkak se nuk shkonin në shtëpitë e tyre dhe kjo ishte duke ndodhur në shkëti, këta njerëz ishin të uritur. Vargjet 2 dhe 3, Jezusi thot: Kam dëmshuri për turmën, sepse u bën tashmë 3 ditë që rrin me mua dhe nuk kanë çfarë të hanë, dhe po t'i lëshoj të uritur për në shtëpitë e tyre, do t'ju bjerë të fiket gjatë rrugës dhe disa prej tyre kanë ardhur nga larg. Pra turmat kanë qëndruar me Jezusin siç e përmenda për 3 ditë. Edhe kjo normal për 3 ditë në shkëtir shkakton njerëz që të kenë uri, ushqimi që ata ndoshta kishin sjellur me vete tashmë është harxhuar, edhe Jezusi ndjen dëmshuri për këta njerëz. Ai nuk thot thjesht shkoni nëpër shtëpitë tuaja edhe hani ushqim
sepse si shtohet vargu 3, disa për tyre ishin nga larg edhe nëse ata fillojnë të ecin për të shkuar në shtëpitë e tyre përderisa janë të rritur, Jezusi thotë se atyre do t'ju bie të fikt, do ta livanosin. Kjo tregon vërtet se sa të rritur këta njerëz ishin. Sa që po të fillonin të esnin ndaj shtëpive tyre, atyre do t'ju binte të fikt. Edhe Jezusi gjithmonë një person zemërbut, një person që i dën njerëzit, një person që kujdeset për të mirën e njerëzve, dëshiron të mirën e njerëzve, thotë që ai pati dëmshuri për ta. Kjo fjala dëmshuri është një fjalë vërtet shumë interesante në gjuhën origjinale. Fjala greke këtu është splagnizomai, që do të thotë e përshkruan ndjenjen sikur ti kesh zorret, pjesët e brendshme të trazuara. Përshkruan momentin kur ti ndjen dëmshuri në pjesët e brendshme kryesore të qenjes tënde. Pra Jezusi është duke thënë se jam i trazuar, kam një dëmshuri aq të madhe sa që brendësia ime është e trazuar, ndjen dëmshuri për këta njerëz. Jezusi është duke ndjer një dëmshuri aq të madhe për këta njerëz sa që është i trazuar në brendësinë e tij. Edhe kjo e shkakton Jezusin që të bëjë diçka. Ai nuk thot thjesht o po mdhimen këta njerëz, por shpresoj që të shkojnë shpejt në shtëpitë e tyre. Pasi që ai e tregon u tregon disipujve se ai ka dëmshuri për këta, ai bën diçka për këtë punë. Shiqoni çka vargu 4 në thot. Disipujt e kuptojnë se Jezusi po e shpreh këtë dëmshuri edhe i përgjigjen duke thënë tek vargu 4, nga të mundet kush për t'i ngopur këta më buk këtu në shkreti. Do të disipujt e Jezusi as nuk i pyet fillim se hey çka të bëjmë, ata e shohin se ai vërtet është i brengosur për këtë gjë. Edhe thonë që si mundet ne t'i ushqejmë një turm kaq të madhe njerëzish këtu në shkreti. Edhe disipujt kishin të drejtë në fakt, si ti ushqej, si mund t'i ushqej dikush 4000 persona në një shkretir. As nuk ka supermarkete afër, as nuk, edhe sikur të kishte, është vështirë që disa persona, 12 persona të shkojnë edhe të blejnë ushqim për 4000 persona. Kështu që disipujt e bëjnë pyetjen e duhur. Fatkeqësisht, disipujt kishin harruar se Jezusi e kishte bërë një mrekulli të ngjashme para disa kohe, edhe i kishte ushqyer afër 20.000 persona në të njëjtën mënyrë. Kjo gjendet tek Marku kapitulli 6 nëse doni të shkoni dhe ta lexoni, por disipujt e kishin harruar këtë, kishin harruar se Jezusi mund t'i ushqejë njerëzit edhe në momentet ku nga ana njerëzore duket e pamundur, Jezusi mund të bëjë mrekulli. Vargu 5 thot, dhe Jezusi i pyeti ata sa bukë keni dhe ata i thanë 7. Këtu kur disipujt i thonë, kur Jezusi e bën këtë pyetje sa bukë keni, mendoj se këtu disipujt fillojnë të kuptojnë se çka vërtet është duke ndodhur, sepse nëse shkon te kapitulli 6 kur Jezusi i kishte ushqyer 20.000 persona në mënyrë të mrekullueshme, ai u bën atyre të njëjtën pyetje, sa bukë keni dhe sa peshq keni. Dhe këtu besoj se disipujt ndoshta thonë, tash na kujtohet se si Jezusi i ka ushqyer ata 20.000 persona më parë në të njëjtën mënyrë në shkëtir. Edhe pasi disipujt thonë 7 bukë, kemi 7 bukë, vargu 6 dhe 7, shiqoni çka ndodhi, dhe Jezusi udhëzoi turmën për të zënë vend për tokë dhe si mori të 7 bukët, e falenderoi dhe i theu, dhe u jepte disipujve të tij që t'i vinin para turmës dhe ata i vunë para. Kishin edhe pak peshq të vegjël dhe Jezusi si e bekoi tha që edhe këta të viheshin para turmës. Por Jezusi i merr ato bukë, e falenderon Perëndin, është falendërues dhe u jep disipujve dhe fillon që t'u ndajë këtë bukë njerëzve, do thotë veç imagjinoni, veç 7 bukë, tash duhet t'u ndajnë këto 7 bukë 4000 personave. Edhe ata fillojnë edhe bukët nuk shterën. Jezusi vazhdimisht siguron
buk, e shumon atë. Njëjtën gjë ai e bën me peshqit, siç na thot vargu 8, kishin edhe pak peshq të vegjël, dhe Jezusi si i bekoi ta që edhe këta të vishin para turmës. Edhe i merr edhe këta peshq, një pakicë të vogël peshqish, edhe fillon t'ua jep, t'ua shpërndaj përmes dishepujve, t'ua jep këtyre 4.000 personave. Këtu Jezusi prap tregon hyjninë e tij, duke bërë vërtet një mrekulli të madhe. Ne shpesh e lexojmë këtë vargje dhe themi, o Jezusi bëri mrekulli, mirë, por nuk ndalemi të mendojmë se sa fuqishme është kjo mrekulli. Jezusi është duke krijuar buk këtu. Ai është duke krijuar buk dhe duke krijuar peshq. Kjo është çka ndodh. Këtu Jezusi e shfaq fuqinë e tij krijuese. Këta njerëz janë duke hëngër, janë duke ngrënë buk që kur nuk janë gatuar, janë duke ngrënë peshq që kur nuk kanë nëtuar në ujë. Jezusi është duke i krijuar këtë gjëra përderisa ai është duke qenë. Veç imagjino në mrekullinë e kësaj gjëje. Dhe prap Jezusi nuk krijon vetëm pak ushqim sa për t'ju dhënë atyre pak energji që ata të mund të shkojnë në shtëpitë e tyre për të ngrënë, por shikoni çka thotë, dhe Jezusi i ngop këta njerëz. Vargu 8, dhe njerëzit hëngrën e u ngopën dhe mbartën 7 kosha të pritës të copave që kishin mbetur. Pra, ai i ngop këta njerëz. Dhe ushqimi tepron në fakt. Sa që ata mbledhin 7 kosha me ushqim. Vërtet është e mahnitshme. Veç imagjino sikur të ishit aty, ta shohësh Jezusin duke i marrur 7 bukë dhe një numër të vogël peshqish, edhe me këtë duke i ushqyer 4.000 persona. Është vërtet e mahnitshme. Kjo është fuqia hyjnore e Jezusit. Shikoni më, duhet t'ju them se kur ne të krishterët duam që flasim për Jezusin, duam që t'ju tregojmë juve për Jezusin. Ky është Jezusi që ne e predikojmë. Ai nuk është një njeri i zakonshëm. Ai nuk është një mësues, thjesht një mësues i mirë, thjesht një profet sikur profetët e tjerë zakonshëm. Por ai është diçka shumë më tepër se kaq. Jezusi që kemi në Bibël është vetë Perëndia që krijon gjëra nga asgjëja. Ky është Jezusi për cilën ne flasim. Ai krijoi bukë dhe peshq në këtë rast. Me që dëgjoni, duhet t'ju them diçka. Ne shpesh këtyre ditëve shpesh po dëgjojmë njerëz duke folur për Jezusin, për Isën, siç dhe sa e quajnë. Mirë, po nëse dikush ju flet juve për një Jezus i cili është thjesht një profet i madh, ndoshta një mësues i mirë, mirë, po e refuzon natyrën hyjnore të Jezusit, ai nuk është duke folur për Jezusin biblik, nuk është duke folur për Jezusin historik, nuk është duke folur për Jezusin në vërtetë. Ata janë duke folur për një Jezus që është krijuar në mendjet e njerëzve më vonë, mirë, po nuk është Jezusi i vërtetë. Nuk është Jezusi i vërtet biblik. Jezusi i vërtet biblik dhe historik është Jezusi që është vetë Perëndia në mesh, i cili krijon gjëra, i cili ka fuqi krijuese, ashtu siç e shohim këtu tek Marko kapitulli 8. Kështu që mos lejoni kur dikush ju flet për Jezusin, nëse ata e refuzojnë natyrën hyjnore të Jezusit, nëse ata refuzojnë se ai është vetë Perëndia në mesh, ata nuk janë duke folur për Jezusin në vërtetë. Por Jezusi që kemi në Bibël është Jezusi historik, Jezusi që vërtet ka ekzistuar, ai që erdhi në këtë tokë si njeri, i cili jetoi një jetë të shenjtë, i cili vdiq në kryq për mëkatet tona dhe u ringjall ditën e tretë. Ky është Jezusi i vërtet, ky është Jezusi historik. Pra, ju inkurajoj me që një herë që të shkoni ta lexoni këtë pasazh nga Marko kapitulli 8 vargjet 1 deri 10 dhe thjesht mendoni se sa shumë ky pasazh na tregon fuqinë hyjnore të Jezusit. Dhe njerëzit ishin të mahnitur me atë që Jezusi bëri këtu. Rreth 4.000 persona
ushqehen me 7 bukë dhe një numër të vogël peshqish. Veç imagjinoni këtë. Nëse doni një perëndi, dhe besoni një perëndi që bën mrekulli të tilla, besoni në Krishtin. Ai është i vetmi perëndi i vërtet. Ju falemnderit dhe Zoti ju bekoft.